Novosela mund të cilësohet si lidhja e Vlorës me Fierin pasi është territori ku dy qytetet komunikojnë mes tyre. Në Novosel ndër vite, banorët e kanë lidhur jetesën ngushtësisht me këto qytete, ku aktivitetin e tyre të përditshëm dhe atë tregtar e zhvillojnë sa në Vlorë e sa në Fier. Por jo vetëm kaq, njësia administrative e Novoselës është ndër më të rëndësishmit e qytetit të Vlorës, shpesh e parë si një zonë larg qytetit, një zonë rurale e shpesh e lidhur ngushtësisht me të. Novosela është një prej njësive administrative më të rëndësishme të qytetit të Vlorës. Kjo njësi ka marrë edhe emrin e Novoselës, që është sigurisht edhe fshati që sot funksionon si zona e qendrës për njësinë administrative të qytetit. Njëkohësisht një ndër zonat më të populluara, pasi në vetvete lidh jo vetëm fshatrat e njësisë administrative, por edhe ato të Vlorës dhe fshatrat e Fierit, ku komunikon me këto të fundit dhe sigurisht në Novosel kalojnë me 10 banorë çdo ditë. Por jetesa nga viti në vit ka ndryshuar dhe ju ftojmë që të ndjekim episodin e radhës të emisionit Çdo fshati për të parë se si është jetesa në një prej zonave më të rëndësishme të Vlorës. Për këtë arsye, Novosela si një fshat qendër i njësisë administrative është ndalesa e 11 e emisionit Çdo fshati. Një emision i cili ka për qëllim të tij të evidentojë nëpërmjet fjalës së banorëve të zonës gjendjen e saj, por mbi të gjitha, të shohë se sa e fortë ka qenë lidhja ndër vite me Vlorën. Nuk ka mënyrë më të mirë për ta kuptuar këtë, duke parë gjendjen e Novoselës në 2026 e duke e krahasuar me qytetin. A ka ardhur zhvillimi njësoj si në Vlorë edhe në këtë njësi? Fatkeqësisht jo. Por siç tregojnë edhe vetë banorët e zonës, në Novosel investimet e fundit ndryshe nga Vlora kanë munguar. Pushteti lokal dhe ai qendror janë mjaftuar me rehabilitimin e rrugës së vjetër Fier-Vlorë, që përshkon fshatin dhe vetëm kaq. Nuk mund të flitet kurse për zhvillim, kur janë vetë banorët e Novoselës, që tregojnë se aty uji i pishëm vjen me orar, por ka edhe ditë që nuk vjen fare. Nuk mund të flitet për investime, kur rrjeti i ujit të pishëm sipas banorëve është i amortizuar, e përpasoj uji në çezmat e shtëpive të tyre vjen i ndotur, ngjyrë të verdhë dhe me erë të keqe. Për ujin që konsumojnë, banorët detyrohen të sakrifikojnë nga të ardhurat e tyre, duke e bler atë, pasi ai që vjen në çezmat e çdo shtëpie nuk mund të konsumohet. Cilat janë ato probleme ose problemi më kryesor që vuan çdo ditë? Me ujin si apo si është situacia? Uji me orarës pa ka. Ja, 2 bote kam unë. Kam çuar ndër 2 bote i mbushë. Çfarë ore vjen? Tani vjen orën 5 mëngjesit dhe ikën ora 9. Vjen në një gjysmë sa vjen. Dhe ikën vonë, pse kush i ka se kush a them drejt ne nuk pim. Nuk pim e blem. Po frikë se janë tupët e vjetra që në kone në velit. Kjo situatë shumë me këtë furnizim është dispona, apo dar ulet orari? Dar ta presim e këshëra ta. Pse? Sa orë vjen be? Po ashtu vjen ai, po tani vjen pak, nuk do me pom mbushet boti. Do me thënë ti e ke zgjedhur vetëm te pompa. Po. Bie një përrujnë paguan 3, se faturat dhe se i paguan. Ore, s'le asnjë fare, kush të lë faturë, vjen te porta edhe. Çfarë bën ti? Paguan dhe ujin që blen? E paguaj. Edhe energjinë e pompës? Të gjitha. Kushton ujë në muaj? Kushton në marr 5 bidona në muaj, nga 7 kg. 5 bidona në javë, se thash në muaj, se ja futa kot. Sa mund të shkojë shpenzimi i ujit, vetëm i ujit në muaj? Po me 1 bidon nuk shkon 2 ditë burr. Javën 5 bidona javë. Do doje që të ishte realiteti ndryshe? Pa doashi zonjëri, ja e ka shtruar dhe ja tubacioni ka nxjerr aty. Bën një provë ata, ka në të gjithë këtu pullsasin uji kështu shesht. E bën kohë ja tubon ja ka on tubon aty ata, bën instalime të reja. Vetëm si kanë lidhur apo? Jo, as kanë normal ata. Kanë ndryshuar ndonjë gjë apo? Fare, njësoj, është tubo e vjetër aty.
ande rrjedh ujë në për kanale në për. Vlora ka ujë, Novosela ka ujë, por rrjedh kanale dhe shkon dëm. Po gjyna Novosela në mes të ujtë dhe ujtë. Në mes të ujtë. A thënë që do lidin, apo se aq me aq e lanë? Aq e kanë lëna, sa e lana shumë, bërë njërë provë, në gjitha tubo dhe lagjës, kërësiste ujë, të lagjën. Falemderit shumë, nga i si. Pa haruar të tregojmë këtu që faktikisht këto muaj të fundit në Novosel ka nisur tashmë një investim që lidhet me ujin e pishëm, por për ironi të fatit, ndërkohë që Novosela nuk ka ujë, mes për mes fshatit shtrien linjat e furnizimit me ujë, por jo për njësin, por për të furnizuar aeroportin Akërnis. Duke qenë një zonë fushore, vite më parë Novosela ka patur shumë të zhvilluar sektorin e bujqësisë, me banorët që kultivonin lloje të ndryshme të frutave, perimeve apo edhe ullinjve të mbjellë në tokat bujqësore që lulëzonin. Toka bujqësore këto që në 80% të fshatit, duke e krahasuar me vitet e mëparshme, sot janë shkret. Siç tregojnë banorët e Novoselës, bujqësia mund të konsiderohet e marrëfund tashmë. Banorët thonë se kanë arritur në atë pikë që tokat e tyre bujqësore nuk punohen më, e nëse dikush do t'i punoj, nuk ka punëtor, e nuk ka ku ta shes prodhimin e vet. Pjesa dërmuese e banorëve të Novoselës kanë mbjellë ndonjë fruta apo perime në brendësi të oboreve të banesave të tyre. Bujqësia nga një sektor i zhvilluar, tashmë fatkeqësisht ka përfunduar duke u kultivuar vetëm në baçet e shtëpive. Si është si një kryefamiljare, një zonjë të jetosh në Novosel sot? Po, si është. Tani, unë jam një pensioniste veçse. Po. Se tani, ndryshe ai që punon, ndryshe ai që është në pension. Juve vetë, me se Pa. merreni? Unë me Si e kalon po ditën? ditën, me punë të shtëpisë, me një qik baçe, sepse të jep edhe prodhim, po edhe të mban trupin punë fizike. Çfarë ke mbjell në baçë? Majdanoz, kopër, qep, hudhra, kur të vi koha do mbjellim domate, patrigjane, ato perimet. Perimet që sot kanë vetë çmimet, Nuk e di sa janë, s'kam bler, se i blej vit për vit i bëjmë vetë ne. vetë, çdo gjë për veten, për familjen tënde. Aj, 2 veta jemi ne, 2 pensionista. Po mirë, të del, por ndoshta për shitur më pak, apo? Ja, Merresh vetëm për ja, familjen. për familje, se kur thua e ke dhe motër, ke dhe vlla dhe mund t'i japsh. Fëmijët si kemi këtu, që temi do japim fëmijëve. Edhe fuqi nuk ke. Edhe, apo tani, po ti kisha fuqi do bëja për të qitur. Do bëj edhe do merresh. Jo, do bëja për të qitur, ndërsa tani bëjmë sa për vete. Po e gjithë zona kështu merret nga pak për shtëpia? E di jo, që janë pensionistët kështu merren. Nëse ka ndonjë aktivitet të vetën, merret edhe me aktivitetin bashkë me fëmijën. Të ndihmon kjo të kursesh ndo pak në ekonomi? Tani varet nga pensioni. Shiko, brezi ynë ka dalë me pak. Brezi son kam qenë arsimtare, unë kam dalë me pak. Ndërsa sot dalin mbi 300, kështu që në fshat, po t'jetë në fshat, do i bëj këto gjëra që bëj unë, do i dalë. Nëse jeton në qytet, nuk i del. Po, ishe këto dy, për shembull sektorin e bujqësisë që ti merret kultivon Po. pak apo dhe blektorin, më ulet më në rënje se vitet e kaluara këto zonë, edhe të popullsisë që merren me to. Tani, nëse punon dhe me marrëveshje me shtetin që t'i shiten prodhimet edhe blektorale dhe ato, delet. Nëse i ngelen stok, nuk i delet. Nuk i delet. Po se njëri që ka 50 kokë dhënë, çfarë i bëj qunshit? Sa do haj vet? Po sushit. Do detyrohet dhe do i paksoj. Duke parë që shteti nuk ndihmon ose është inekzistent në këtë pjesë le të themi. Po të jetë shteti inekzistente, do i paksoj, do mbaj 2 koksa për vete. Se s'ka që bën qunshtin. Ky është realiteti sot, Po. në Novosel. E kjo është, që të më tjetër. Në çfarë do u thuash të rinjve që të ndjekin, që të dëgjojnë, çfarë do u kërkoje? Të rinjt për mua, si mbas vendit ku jetojnë. Mbase janë në qytet, do gjejnë punë tjetër, po në fshat, i riu gjenë punë, po nuk e duan bujqësinë. Ti kthejnë syt besoj nga Ja, nuk i kthejnë. Edhe ta themu nuk i kthejnë syt. U duket punë e vështirë. Faleminderit.
Nuk vet. Fat të njëjtë ka patur edhe blegtoria, ku nga 10 blegtorë që ishin në 20 vite më parë në të gjithë njësinë administrative, për mos të thënë që kalonin edhe në qindra. Në Novosel, blegtorët e sotëm i numëron me gishtat e dorës. Kjo përpesoj të kushteve as pak të favorshme për të zhvilluar. Ashtu si bujësia, ata pak banor që merren ende me blegtori, tregojnë se kujdesen për ato pak krerë që kanë. Dikush disa dele e dhi, e të tjerë nga një lop. Shumë që si kanë mundësit, rrisin shpend obori. Blegtoria ka kaluar sa për konsum familjar. Banorët thunë se kujdesen gjithë ditën për bagëtit, vetëm për të patur qumësht, bulmet apo mish për shtëpitë e tyre. Për të shitur nuk bëhet fjalë, pasi nuk arrin dot të prodhojnë në sesira të konsiderueshme, por edhe nëse do të mundeshin, nuk kanë treg ku t'i shesin. Me se merresh? Kam pak bakti dhe me ato merrem. Sa krerë ka? Do numrin e sakt? Jo. Pak, 5 kokë kam, pensionist jam dhe merrem me to. E ke më shumë për të kaluar kohën apo nxjerr ndonjë fitim dhe prej tyre? Jo, edhe fitim nxjerr, por më të shumtën e kaloj kohën që mos të rrinë për lokale, se po ndonjën për lokale, do pi këtej, do pi andej, do bëj këtej, do sëmurem. Deri më sot jam 72 vjeç, nuk njoh. As gjilpër, as perin që pinë dynjaja. Me bujësi merresh një çik aty në Baçë? Atje të Baça, për ato baktit. Çfarë ke mbjell? Të gjitha zarzavate tash po fillojnë që po i mbjellim. Tani i mbjell apo edhe baktin për Edhe të për- shitur produkte apo vetëm Jo, vetëm për familjen time. për familjen dhe. Vetëm. Po nëse do kisha mundësi për ta Për më qeruar tutje. më shumë do ta bëje? E bëja. Po t'isha pak më jeri. T'ishe T'isha pak më jeri. Sot ka lënë dhe fuqit njëkohësisht. Sot më kalën fuqia dhe nuk i arrit dot qëllimit. Ka djemë të rinj këtu në fshat, për shkakun që mund t'i arrin qëllimit për atë që mund të jetë produkti i fshatit, ka në fshat toka janë plot, Pa merren këta të rinjt si ty me blegtori dhe me bujësi? janë të pakt, Të paktë. janë shumë të pakt. Çfarë kultivon kryesisht zona ose çfarë rit? Bakti, çfarë kultivon? Shiko, këtu në fshatin ton Po. janë 5 veta që kanë bakti të imta, Shumë pak. shumë pak. Po me Ma bujësi bashkëna. merren apo edhe aty ka rënë? Aty vetëm ata Vetëm të atë. paktit janë, merren shumë pak njerëz me frutikulturën që është ulliri, Po pse ka rënë? se s'kan fuqi, S'kan fuqi. s'kan fuqi. Këto dy sektor, bujësia, blegtoria, Na. i vlen më? Po ja vlen qysh nuk ja vlen. Si dikur? Apo? Si jo, mos të themi si dikur, por është një gjë që ka. Ama vetëm Ka. më gjalla i Ka i të profesion. mban qysh jo. Ti sot më the asnjë aspiri vetëm ai profesion. Nuk apo diu, në ndër? vetëm ajo. Tani, po mi drejtor që mesazh të rinjve, çfarë do i thuash? Në kuadër Të rinjve? që bën bash, po. Vetëm kaq them unë. Të kenë një durim, të kthehen nga janë e nga s'janë, të vinë këtu, se këtu është një gjë që ka edhe lek, edhe punë që ta nxjerrin atë lekun. Rroga është tepër e lartë për një djalë të ri që Do të ja ka iden që të kthehet atë vit punoj, ose edhe këta që janë këtu në fshat. Ashtu siç ka haruar bujësin e blegtorin, shteti ka haruar edhe biznesin e vogël. Ata biznese që në Novosel po lëngojnë në shtrat. Administratorët e atyre pak bizneseve që kanë mbetur ende në njësi, pa ulur qepenat, thonë se e kanë të vështirë të mbijetojnë. Bizneset i mbajnë ende për të nxjerrë ato pak fitime, sa për familjen, sa për shpenzime ditore, pasi janë përballë faktit që pensioni nuk mjafton. E nuk bëhet fjalë që një biznes me ato taksa që ka mbi shpinë të nxjerrë fitime. Ky edhe për arsyet se shumica e banorëve të Novoselës tashmë janë larguar, ku në këtë fshat thuajse ka mbetur vetëm mosha e tretë,
ata të cilët me pensionet që kanë nuk i kanë mundësit as të konsumojnë një kafe, e jo më tepër se kaq. Ti ke një biznes tënd familjar, sigurisht të merresh me biznesën ose ja vlen? Për periudhën që është të shti për këto kohë, ti qasi të shi, për mendimin tim, varet qa biznesesh mu të ngresh. Qofse ngre biznes familjar të mbijetosh, mund të jetë vetëm familjar të mbijetosh, po biznes për një të ardhme nuk mund të ngresh në këtë situatë sot. Ti vetë je në kushtet e biznesit familjar për të fituar diçka. Vetë për djetuar, për mbijetoar të themi. Ja del do të bësh fitim apo thjesht? Nuk ja del dot. Me këto biznese. Tash nëse merresh me ndonjë biznes tjetër që ka një kapacitet më të madh, edhe mund t'i përshtate një diçka e tjetër, mundet ja vej. Po për këto bizneset familjare njerë janë bijetesjen. Sa vite ke që operon, ose që ke biznes që administron? Kam 25 vjetë. Ti besoj e mban shumë mirë mend realitetin, po them para 15, 20 apo 10 Po patjetër, prandaj thash që në këtë situatë sot nuk është një lloj siç ka qenë para 15 vjetës. Si ka ndryshuar? Është në rënje. Në rënje. Vetëm për arsye të numrit të popullatës që është. Një larguar. Të largimi. Gjithmonë ajo është ajo influenca e kësaj gjendje që është sot. Vetëm largimi popullatës. Po biznesi këtu në Novoselia del do që vërtet i thet mbijetoj apo të fitosh diçka, po sa e vështirë është të arrihet kjo gjë që të kalosh muajin, të paguash taksat, të paguash gjërat. Po je vështirë është kjo që thash që vetëm këto mund të përballosh, gjithë tjetër nuk ke. Taksat ja marrin frymën biznesit. Taksat për bizneset tonë themi atë që është, nuk është në një, domethënë, vështirësi shumë e madhe për biznesin e vogël, flas gjithmonë. Nuk është. Po është problemi se nuk ka të ardhurat që ti përballosh këtyre të kesh edhe një rezervë. Po këta që janë në Novosele, kanë ekonominë që të konsumojnë, për shumë biznesin tënd apo diku tjetër? Nuk kanë. Ekonomia është, si themi në një ekonomi ditore, sa të përballosh ditën. Më tepër që të krijosh një rezerve, të bësh një jetë normale, nuk është. Po mirë, ku do shkoj kjo situatë? Se shohim që biznesi, qytetarët, çdo ditë hasin më shumë vështirësi. Situata nuk është e lidhur vetëm me një biznese me dy. Situata që të jetë gjithmonë e shliruar, e të ketë një perspektivë më lartë, duhet të ketë një organizim të tillë që të ketë zgjerim më tepër të bizneseve, të ketë një të ardhmë, të ketë investime. Këtu s'ka investime. Me qa do përballosh biznesit kur s'ke një investim në zonë? Që të ketë një numër të madh punëtorësh. Ku do shkoj kjo situatë? Domethënë me këtë realitet që jemi tani. Çfarë presi? Kjo situatë në qofse do ketë ndonjë ndryshim, mundet qofse është në këtë gjendje do jetë gjithmonë në rënje. Një apel për ta përmbyllur çfarë do të kërkojë pushtetit? Pushtetit, edhe shtetit, vetëm i bëjmë thirrje që të ketë një organizim të tillë që këtu të investohet, që të qëndrojnë njerëzit. Vetëm investimi ishte ajo. Me këtë gjendje që është, nuk mundet të përballohet çdo gjë edhe nuk mund të shkojë më përpara. Kjo është gjithmonë vetëm mbrapa. 2/3 e popullsisë të cilët jetonin më parë në Novosel tashmë janë larguar. Kanë krijuar jetesë të re në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, por edhe një pakicë drejt Vlorës. Arsyet pse këta të rinj janë larguar janë të shumta, por disa prej tyre, siç tregojnë edhe vetë banorët, janë më thelbësoret. Mungesa e vendeve të punës apo një ekonomi më e mirë familjare kanë bërë që banorët e Novoselës të marrin rrugët e emigrimit, kryesisht në Itali e Greqi vitet e fundit, në çdo vend tjetër të Bashkimit Evropian. Këtu mirë është olla, po s'ka, ne aq një njerëz kemi ngelu këtu. Këtë doja të pyesja. Ma thoj. Po vështrojmë rreth e qartë, rreth 2 orë që jemi këtu, s'pushojmë të rinj. Po të rinj, ja. Si çaj jeni ju çuna të rinj, jemi edhe ne këtu. Kush është më i riu këtu? Më i riu
19 vjeçar, 20 vjeçar ka ngelur, po ai që ka ngelur është në shkollë. Ne kemi ngelur, ç'do bëjmë? Do me thënë ti jetë prej sa vitesh jeton? Unë kam 11 vjet. 11 vjet. 11. E ke parë realitetin në 11 vite. Për numrin e popullsisë, a ka ndryshuar? Po biro patjetër, do ndryshojë se gjithë botën kështu ndryshon apo. Edhe po patjetër kudo që qoftë, edhe këtu në Shqipëri, edhe në Greqi që kam jetuar unë, edhe grekët që ishin vetë aty ikin për diçka më mirë. Shumë ata banorët e Novoselës, ku janë larguar, ku kanë shkuar? Zakonisht në Itali, në Greqi, Suedi, Gjermani. Kush ka ikur? Kryesisht moshë e re apo edhe më? Po qa moshë e re flitet gjithmonë, po ç'a do kërkojnë vjetit? Vjetit tash i presin atë rinj. Është paksuar popullsia? Po patjetër, kudo valla se ndodh vetëm këtu në Shqipëri, kudo. Çfarë ka dhënë efekte negative besoj? Kudo, ndihet. Ore tash ai që do të punoj punon kudo valla. Po negative do ketë kudo, kupton, po që ai që do të punoj, si Shqipëri si ashtu. Unë kështu i kam mundësit për momentin se unë po t'i kisha më mirë do ikë edhe unë jashtë për më mirë. Po atëhet. Një larguar apo? Po 18 vjet, 19 vjet. 19 vjet. Je rikthyer sërish. Po jam rikthyer se ashtu ka pas situatat, kam pat plejt, tash që ikën plejt, nuk e di më. Mendon ti të largohesh? Po patjetër, unë kam 3 fëmijë vet valla. Por të ardhme, po se përballoj dot, me çfarë përballoj? Me 500 lekë që marru. Ndryshe aty ku ishin. Po ku? Ku isha jashtë? Po isha se isha djaliri, unë sa kisha krijuar familje, po isha ndryshe. Ekonomia ishte ndryshe. Po patjetër ishush. Po të shkosh e ndërton dot atë? Por me vështirësi po me vështirësi do ta ndërtosh. Kudo që të vesh. Më të mirë se këtu. Po patjetër. Besoj se po. Ku do shkoj kjo situatë? Po largohen, po ikin. Por secili do ta zgjidhë vetë jetën e tij valla. Ndaç këtu në Shqipëri. Do shkoj për Novoselën pa. Po çfarë Novosele, po kudo të vesh valla kështu është e njëjta gjë është. Kudo që të vesh. Si jo Novoseli këti, po ikem ata Novoselët. E njëjta gjë është. Ne po shpopullohet, a? Po ka njerëzimi çfarë? E sot sigurisht nuk mendojnë më të kthehen në vendin e lindjes, pasi aty nuk mund të krijojnë jetesën. Prindrit e tyre të mbetur vetëm, me lot në sy, thonë se edhe nëse kthehen, e gjejnë punë në Novosel. Pagat janë të ulta, e përpasoj me ato paga, nuk mund të mbahet familja. Për këtë arsye, të ardhmen nuk e mendojnë më në fshat, e nuk mendojnë më as të kthehen në Shqipëri. Disa vinë shpesh tek familjet, vinë kryesisht për pushime, por edhe ato ditë që kthehen në atë, për shkak të kushteve bazike të jetesës që mungojnë, nuk zgjedhin Novoselën, por qëndrojnë në Vlorë. Si është të jetosh këtu në Novosel? Ua, për mrekulli. Pse për mrekulli? Jetoj mirë, qa të themi. E ti qa më bëri përshtypje që nuk po shoh shumë të rinj, ka të rinj Novosel? Të rinj, s'ka më këtu. Pse, ku janë? Ikën në mërgjim të bushtjehen për bukën e gojës. Ku ka ikur kryesisht? Kudo, në vendet e botës. Në përbot. Ti vetë, ke fëmijë? I kam ja me lot, shikon, me ikën sot fëmijët. U larguan? Po, u larguan sot. Ikin me dokumenta, vinë. Ku janë larguar fëmijët e tu? Të mitë po bëjnë 5 vjetë që ikën. 5 vjetë? Venë e vinë me dokumenta. Çfarë shteti? Në Greqi. Pse, çfarë i detyroi? I detyroi mos pasja puna që s'ka, po të ketë punë, nuk luan njëri nga shtëpia e tij. As ekonomisë besoj. S'ka burnut fare. E kanë të vështirë ta krijojnë jetesën këtu në Novosel? Po të vështirë kanë se po s'pate punën si do jetosh. Çfarë mundësish janë për punë? Nëse njëri do për shkak të vit të jetojë ta krijojë jetën këtu, çfarë? Po puna është kryesore, puna. Vetëm bujësi blegtorika? Po bujësi mos e llogarit fare se do, ja ku i kemi tokat neve andej si punojnë fare, se s'kemi të ardhur, me sa do t'i punojmë? Me sa do t'i punojmë? Vetëm mbetet blegtoria ose në një firmë? Po, edhe firma ka, do thuash që ka fabrika plot, ka, nuk themi se. E në muaj që të punosh ti, të marrësh lekët, të qoshte dyqani, se do hash veresi, me të shkruajtur. Me borxhe? Po, me borxhe. Mjaftojnë ato rroga që janë? Jo, me 300.000 lekë, me 250, kur je në fillim në punë, nuk ja vlen fare. Besoj të trishton edhe fakti që fëmijët nuk mendojnë më të kthehen. Jo, qa do kthehen? Po të rregullohet mundet të kthehen. Në këto kushte që jemi, mendojnë ata të kthehen? Jo, nuk mendojnë. Me këto kushte që kemi. Kjo gjë? Amanë, shiko lotës, ja pyetja të shokje na erdhim pushoj mua. Ku do vej kjo? Të qajmë për fëmijët? Ja. Ku do vej? Nuk e dim po sqarojmë për këto punë, se si nga vjen, nga qysh bëhet. Nuk e dim. Më keq është? Më keq akoma.
Por si mund t'jetë jetesa për një të ri që jeton momentalisht në Novosel? Gjatë rrugëtimit të emisionit Ç'thot fshati në këtë njësi, kemi takuar një prej tyre, i cili i shpjegon më së miri jetesën në fshat, aty ku je i detyruar që të punosh e krahas punës, të menaxhosh edhe një biznes të vogël familjar, për t'ja dalë të kesh një ekonomi të mjaftueshme për jetesë. Në rast të kundërt, nuk ja del dot. Miqt e shokët tregon se i ka të larguar në emigrim, të pakënaqur për kushtet e jetesës këtu. Sipas tij, shumë kanë zgjedhur të largohen, pavarësisht se dëshirën e kanë patur të qëndrojnë, por kushtet e vështira të jetesës i kanë detyruar të bëjnë ndryshe. Mirë. Ne për vete jemi të kënaqur. Të rinjt, si puna jote apo edhe ata të cilët janë, shohim që është shumë të pak në krahasim me ato. Po sepse, shiko, jetesa varet se si e ndërton. Ne themi mirë sepse jetojmë ne mirë, por të rinjt pjesa më e madhe janë të pakënaqur. Me gjërat, me problemet, hallet. Ti e ke krijuar jetesën këtu në Novosel apo ndoshta ke lidhje? Po, jo, këtu. Me se merresh zakonisht? Unë punoj në një fabrik edhe kam dhe një biznes timin të vogël. Ja vlen sot të kesh biznes në Novosel? Ja vlen. Njerëzit janë të pakt, por mendojnë për të ushqyer, nuk është se keno një përfitim të madh, domethënë popullata është shumë e vogël. Nuk besoj se nxjerr fitime aq sa të kënaqesh. Jo. Ditore. Flasim për gjëra ditore. Ka ndikuar, le të themi, vetëm largimi i popullsisë apo ndoshta edhe varfëria? Mendoj se varfëria. Njerëzit kanë emigruar shumica. Domethënë nuk janë se janë të kënaqur me gjërat që kanë këtu dhe nuk kanë dhe mundësi. Besoj se pjesa më e madhe nuk kanë mundësi. Po ikin, po vazhdojnë po ikin. Vazhdojnë po ikin shumë. Ndërkohë ti megjithëse nuk nxjerr fitime nga ana tjetër për biznesin. Sepse e kam punë të dytë unë për vete, flasim. E përballon dot që ta mbash hapur me atë klientel për shembull? Po me vështirësi. Taksat vazhdojnë të jenë. Po, taksat, shteti jonë vetëm vazhdon të na vjeli taksa nga të gjitha anët. Të ka dhënë ndonjë mbështetje? Jo, asnjëherë. Ndonjë lehtësi ndoshta në pagesë më të ulët taksa? Jo, absolutisht jo. Të kam mirë kuptuar kur i ke thënë që s'kam klient, s'kam mundësi, s'kam ekonomi. As nuk duan t'ja din fare mendoj vetëm për veten e tyre. A është kjo që i largon të rinj? Si puna? Besoj se po. E kemi edhe ne ndonjëherë shpesh mendojmë që të largohemi. Jo për veten tonë, ndoshta për fëmijët, sepse ardhmja e fëmijëve këtu duket e vështirë. Meritokracia këtu është e pamundur. Mungojnë shumë gjëra. Shumë. Vende pune, ekonomisë, besoj se ka. Vende pune ndofta ka sepse është ulur popullata dhe kërkesa për punë është, domethënë në rritje. Por pagat, si mund të ushqet një njeri kur ata vazhdojnë thonë që paga është 500.000 lekë. Çfarë thonë ata që kanë shoqëri? Do qëndrojnë atë largohen? Pjesa më e madhe kërkojnë të largohen. Gjë e parë që u del një mundësi, thonë të ikin. Kanë frikë të hapin biznes? Këtu po, e vështirë është. Shohin situatën. Po, besoj se po, shumë e vështirë. Sepse nëse s'ka njerëz, ku do t'i shesin? Ku do shkoj kjo situatë? Se dim, shumë e vështirë. Domethënë është një pesimizëm i madh. Largimi i popullsisë së të rinjve, kryesisht banorëve në moshë të punës, e për të krijuar familje ka ndikuar drejt për drejt në uljen e numrit të nxënësve. Shkolla nëntëvjeçare Novoselës, ajo e gjimnazit Piloprifti, ashtu si vetë fshati, kanë më pak se gjysmën e nxënësve që kanë patur 15 vite më parë. Nëse më parë në Novosel ishte kënaqësi e veçantë kur nxënësit dilnin në pushimin e gjatë, pasi qendra e njësisë gumëzhinte nga zërat e tyre, e lëvizjet në fshat shtoheshin, kur procesi mësimor përfundonte. Sot, klasat kanë mbetur me numër minimal të nxënësve. Oboret e shkollës, shumicën e kohës janë bosh, pa nxënës, e në pushim të gjatë nuk ndihet më zhurma dhe gumëzhima e dikurshme. Ndërsa, kur mësimi përfundon, askush nuk vë më re që dolën nxënës nga shkolla, për shkak të numrit të tyre të vogël. Shumë prej familjeve në Novosel kanë zgjedhur që të largohen dhe ta krijojnë jetën e tyre kryesisht në emigrim, por edhe drejt qyteteve si Vlora apo Fieri. Por kjo gjë sigurisht ka dhënë impakt edhe tek numri i nxënësve të cilët zhvillojnë mësimin në çdo ditë në shkollën e Novoselës, një shkollë e cila sot për hir të këtij realiteti ka gjithmonë edhe më pak nxënës.
Shumë pak e din që në Novosel ka edhe një komunitet rom që jeton aty prej vitesh. Zakonisht të vendosur në një lagje dytësore pas godinës së njësisë administrative, që jetojnë në banesa në kushte jo tepër të favorshme për të jetuar. Emisioni që thot fshati ka shkuar sigurisht edhe te ky komunitet për të kuptuar jetesën e tyre. Fjalën e tyre pohojnë se ndjen të harruar, ku çdo ditë janë të detyruar të punojnë mes pagave të ulta e vështirësive ekonomike. Me probleme të shëndetit, as ndihmën ekonomike nuk marrin, e shumë të tjerë të papunë. Të angazhuar në zonë në mbledhjen e materialeve të hekurit apo plastikës, apo të punësuar në fabrika, si të vetmet vende pune që mund të nxjerrin të ardhura. Shpesh, siç pohojnë edhe vetë, janë të detyruar që për shkak të kushteve të jetesës të punojnë edhe pse shëndeti nuk u lejon, duke kaluar probleme të shumta shëndetësore vitet e fundit. Puna për shembull që vuajmë neve për shembull kështu për bukën e gojës, edhe ato shtëpi tona që janë të rënuara, nuk kemi me çfarë ti riparojmë, ti rregullojmë. Ju jeni mosh pensioni apo jeni në kërkim? Po pension. 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 100.000 lekë pension marr. Me këto pension, çfarë bën më parë, si ja del? Çfarë do bëj? Asgjë, unë jam 69 vjeçe edhe dal nga një herë që punoj. Iki punoj për shembull. Nuk kam fuqi, nuk kam për shembull kështu, po më detyrojnë të ardhurat se jemi 8 veta me 2 dhoma dhe një kuzhinë. Çfarë punë bën që detyrohesh? Ku shkon? Unë vete te firma Shakaj, atje punoj Në që një fabrikë, në një firmë. që therim bretkosa. Ja vlen? Puna? Ja vlen, po unë nuk ja arri dot njësoj me ato të rejat. Nuk ja arri dot, se jam moshatare. Ndihesh e lodhur? O, shumë. Shumë se unë jam aksidentuar dhe 2 herë, edhe nuk rri dot shumë në kamp, për shembull. Pavarësisht kësaj ekonomia të detyron që... Ekonomia, po, ekonomia. Si është jetesa jote sot? Si? Jetesa jote sot, si mund ma përshkruaj? Lere mos më pyet, se kam edhe atë djalin i kaluar, është kaluar në depresion, se është larg familjes. Po kena të gjithë të halë, kena një mbështetje? Ku do gjej mbështetje? Ku do gjej mbështetje? Ku do vetet e shteti unë? Gjithmonë e kam ngritur zërin, po. Ke shpresë se do zgjidhe se do të gjoj dikush, do të gjoj shteti për shteti? Nuk e di, nuk kam besim. Nuk kam besim. Se hajde ai gënje, hajde ai mashtro, hajde ai gënje se neve jemi kështu. Ne jemi dhe Rom për shembull. Se jemi Rom, edhe ne Romat na kanë lënë si të veçuara, si në një gur a druj harruan vetmi. Po pse? Asnjëri nuk e zgjat një herë dorën që të na lëvizi nga vendi. Po pse ja kështu? Faleminderit shumë, kënaqësi e madhe. Ti je mirë. Sa po dëgjon emrin Novosel, menjëherë të kujtohet lumi Vjos. Lumi më i egër në Europë, i cili shpesh në ditët me rreshje shiu, si rjedhoj e prurjeve intensive, rebelohet e del nga shtrati dhe në zonë bën dëme. Shumë familje në bregun e lumit, shumë pranë rjedhës së tij të zakonshme, me dokumente të firmosura nga pushteti i viteve të mëparshëm, kanë ndërtuar banesa, shtëpi të cilat, siç tregojnë vetë banorët e tyre, përmbyten sa herë që lumi del nga shtrati. Përmbytjet më të fundit të fillimit të këtij janari, ku banorët thonë se u janë shkatëruar të gjitha orendit shtëpiake. Ata sigurisht kërkojnë marrjen e masave, kur janë ende në kërkimin e dëmshpërblimit. Nga shteti, siç pohojnë edhe vetë, kërkojnë që ashtu siç ju dha lejen e ndërtimit, kur harxhuan miliona para për të ndërtuar shtëpitë e tyre, t'i dëmshpërblej për përmbytjet, ose t'u jap tjetër banesë, pasi nuk kanë se ku t'jetojnë, e jetesa u është kthyer e vështirë, pikërisht nga kjo problematikë. Hajde një mata nga pularia, që janë gjithë përmbytët shikosh të vesh duart në kokë. Pa shpjegoj që cili është problemi? Problemi është që shteti nuk përna ketë një zgjidhje, nuk ka zgjidhje.
Që të na gjej nga vendi aty, të na gjej të na heq aty, se atë punë kemi vit për vit. E ka dhënë fjalën që do të strehojmë dhe mbanim, do t'japim mbanesa edhe këtij asnjë. Ma shpjego pak. Kur ke ardhur në Novosel? Unë? Po bëj me vite unë këtu, që 97 kam. 97 Po. Dhe normal se të shkojnë kushdo dhe nuk e tim problemi. Po. Ke ndërtuar një shtëpi? Kam ndërtuar një shtëpi atje. Afër lumit. Afër, domethënë ka largësi, po që aty është vendi se vjen sa vit për vit, se nga që është dhe ajo ato sa që është bërë në bllokim, edhe natyra që është bërë, shinat. Edhe neve nuk e di se vit për vit përpara nuk vinte aq lumi. Nuk vinte. Nga jo ndërtuam në për tokat tona. Në tokat tue, Unë e kam gjitha dokumentat? Po, unë e kam me dokument shtëpinë, me certifikat Me shtëpi. të në atë lejnë për atë shtëpi ta ka? Po, ma ka dhënë shteti. Ta ka dhënë shteti. Po, kam paguar sa metër katror, gjitha i kam paguar në shtet. Dhe sot kërkon që? Po, kërkoj që lesh problemi, po të më gjej vendin strehim se vende plot ka këtu që kanë marrë, këta i kanë zaptur dhe kanë marrë nga shteti dhe si kanë marrë dokumentat zgjept. Ta gjej një zgjidhje, s'kur një truat bëjnë kasode. Do ishe dakord ta leja dhe shtëpinë ta prishje? Po, ta prishje, po, jam dakord. Jam se unë vit për vit plaçë do të shikosh aty si është bërë në rrugën tonë, të thuash të keqen se bota si ka ato. Me kë jeton? Unë jam me familjen time. Jam me burrë, unë jam me divorcuar, ndar nga fëmijët ka dhomën e tyre, shtëpinë e tyre, djali është me 3 fëmijë. Është me 3 fëmijë, vit për vit. S'jam vetëm unë, aty janë shumë familje, janë 9 familje aty, 9 familje që janë bërë. Rendive shtëpiake? Jo, të gjitha, shikoshi kemi degu dhe për zjarrat e tash dhe ka dhe akoma që nuk di ku të vesh duart. Rrezik ke ndjerë ndonjëherë për jetën? Se pavarësisht se lumi është... Dgjoj, unë kam ndjerë vërtësi shumë të madhe vetëm nga jeta, se kam harxuar, kam marrë kredia, bam që kam ndërtuar atë shtëpi, që kam ngrënë korën e bukës, unë në fakt kam qenë në punë shteti, domethënë në komunë, kam qenë pastruese, edhe të vi puna tash tër jetën me kredira, e të më mbys, e të shmbëj zoti këtë katastrofë, tash një zgjidhje të japi shteti, apo jo? Si thua, një zgjidhje mos na lëri aty. E kemi kërkuar, kam bërë 2 kërkesa para mbas që u mbytëm tani, e kam dërguar bashkisë atje dhe asnjë gjë. Çfarë thon? As përgjigje çfarë thonë. Po mirë, edhe një gjë të fundit do të pyes, ke shpresë? As nuk kam shpresë, jo. Po nuk kam shpresë. Po të se do ishte ngritur një gjë, do ishte erdhën ato me telefon erdhën që bën komisioni, që pan komisioni, asnjë gjë. Të dhanë një gjë? Asnjë gjë, vetëm që kemi marrë 2-3 pako, domethënë 3 herë pako ushqimore. Më shumë na ka ndihmuar një kishë këtu rrezet drejtë që është motra ime, që na ka dhënë 2 shek, na ka dhënë ushqime, na ka dhënë dhe lek. Nga 200, nga 300, domethënë kisha. Domethënë për shtetin? Çfarë do bëj? Bëj një apel shtetit, çfarë i kërkon? Unë kërkoj që të na bëjnë zgjidhje vetëm për truall, për shtëpi. Na gjej zgjidhje të mirë për shtetin, kaq. Kështu i vjen fundi një tjetër episodit e emisionit Ç'thot thot fshati, i cili fatkeqësisht për realitetin ku jetojmë, vërteton më së miri nga fjalët e vetë banorëve të zonës gjendjen që janë fshatrat e Vlorës. Evidenton problematikat e mbartura ndër vite, që edhe Novosela, ashtu si shumë fshatra të tjerë, në fokus të këtij emisioni, vuan ndër vite. Por mbi të gjitha, vërteton harresën ndër dekada të pushtetit për fshatrat. Një tjetër episod, që për pushtetin duhet të shërbejë si këmban alarmi, që kumbon çdo ditë të jetës së komuniteteve dhe banorëve të fshatrave, e që duhen investime për to, për njësitë administrative, pasi shumë prej tyre, megjithëse ende jo, rasti i Novoselës rrezikon të shpopullohet totalisht, apo edhe më keq, të harohen se ekzistojnë.